Vërshimet e fundit kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale edhe në fshatin kraj Këtohasit, ku disa shtëpi banimi janë prekur rënd. Njëra ndër shtëpit nuk i ka shpëtuar përmbytjeve me pronar një mërgjimtar që jeton dhe vepron në Kroaci, ndërsa prona mbikëqyret nga familjarët gjatë mungesës së tyre. Sipas Kadri Krasniqit, vëllai të bashkëshortes së pronarit të shtëpisë, gjendja e objektit është e rënduar, ndërsa dëmet janë të mëdha dhe kërkojnë ndërhyrje serioze për rikthimin e kushteve normale të banimit. Primero në kanë gjendje shumë të keqe, ujtë kanë 6-7 cm mrena, si jashtë se mrena kanë, domat e kanë shumë të mëdha, po dokon si ka ujë, si çdo cent ujë, se çdo vend kanë ujë, ditën ditën e kemi hek lloçin. Uji ka pas 6 cm, uji Allah që kemi pasur deri mëngjesi deri në mbrëmje. Sipas tij, dëmet të shkaktuara kapin vlerën e 10 mijëra eurove dhe aktualisht kati i parë i shtëpisë është jashtë përdorimit, teksa shton se pastrimi i plotë i dëmeve është duke vazhduar. Veç ulëset janë afër 8.000 euro, kamini 4.000 euro, kuzhina është e paguar në 5.000 euro, këtë çto vlera që kemi paguar vetë në këto. Shtëpia është e motës, po na kthyer, ne jetojmë këtu në Kosovë, motra është në Kroaci, na e kthyer shtëpinë këto. Vlerën e dim këtë që janë bon, këtë komplet çto. Shohim edhe sot po pastron. Po kismet, deri në mbrëmje duhet me pastru. A domat janë të mëdha, komplet nuk vijnë kate pas vijnë kurrë më. Vërshimet e fundit që kanë përfshirë disa zona të Kosovës, përfshirë edhe rajonin e Prizrenit, ka shkaktuar dëme të shumta materiale në banesa, infrastrukturë dhe bujqësi, duke vënë në vështirësi dhjetra familje.